Përshëndetje shenja peshqve, kjo është panorama i interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prismë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi njeriu i varur, kalorësi i kupave, 4 shpatat, mbreti i kupave. Kjo javë për ju nis me ndjesinë se disa gjëra po ecin më ngadalë nga sa dëshironi ju, ose mund të keni ndjesinë se është e nevojshme ta shihni një situatë nga një kënd vështrim tjetër. Njeriu i varur nuk tregon bllokim, por më tepër flet për një periudhë reflektimi, sikur po prisni diçka, ose sikur po prisni dikë, ose mund të nënkuptoj gjithashtu një fazë ku ju po përpiqeni të kuptoni më mirë çfarë ka vërtet rëndësi dhe vlerë për ju. Më pas, kalorësi i kupave sjell një energji më të butë dhe emocionale. Mund të ndiheni më të frymëzuar ose më të frymëzuara, më të hapur ose më të hapura ndaj ndjenjave, ose mund të ndjeni një motivim nga diçka ose nga dikush që ju prek telat e zemrës. Me 4 shpatat mund të ndjeni nevojën për një pauzë, për të rikuperuar energjitë ose për të mos marrë vendime të menjëhershme. Kjo kartë sugjeron se qetësia mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë drejtimin që dëshironi të ndiqni. Java mbyllet me mbretin e kupave, duke treguar se mund të arrini një ekuilibër më të madh emocional. Pra mund të ndiheni më të sigurt në vetvete ose më të sigurta në vetvete, të reagoni me maturi dhe të mos lejoni që emocionet t'ju largojnë nga gjykimi i shëndosh. Për disa nga ju, kartat në sferën personale tregojnë gjithashtu se mund të reflektoni mbi një situatë emocionale dhe të mendoni ndoshta t'i kërkoni falje dikujt ose të bëni një hap pajtimi, por kjo nuk vlen për të gjithë, kuptohet. Gjithsesi, kartat këshillojnë t'i jepni kohë vetes që përpara se të merrni vendime të rëndësishme. Pra t'i jepni kohën e duhur vetes, kohën që ju nevojitet. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 3 monedhat, ylli, 6 kupat, mbreti i monedhave. 3 monedhat sugjeron se mund të ketë diskutime të tipit që gjithë secili të jap kontributin e vet për të zgjidhur një situatë ose për të arritur një qëllim të përbashkët, pra që është në të mirën e të gjithëve, si një lloj bashkëpunimi. Ylli sjell shpresë, besim, shërim, duke treguar se disa shqetësime mund të fillojnë të zbuten ose të zbehen. Pra mund të ndiheni më optimist ose optimiste për një çështje familjare, ose të vini re se marrëdhëniet sikur po fillojnë të marrin një drejtim më pozitiv. 6 kupat. Me 6 kupat mund të rikthehen kujtime nostalgjike të bukura, ose mund të ketë takime me njerëz të dashur nga e kaluara. Por 6 kupat gjithashtu mund të nënkuptoj edhe fëmijë që mund t'ju vinë për vizitë, ose mund të ketë situata që ju bëjnë të ndiheni më afër familjes, ku mbizotrojnë ndjenjat e ngrohta. Pas një periudhe bashkëpunimi, shprese dhe afrimi, kartat tregojnë se marrëdhëniet familjare mund të mbështeten mbi stabilitet, mbi përgjegjësi dhe siguri. Pra pavarësisht se nga kush vjen kjo energji që përfaqësohet në fund nga mbreti i monedhave. Në tërësi, kartat tregojnë një javë që
favorizon harmoninë dhe gjithashtu edhe mbështetja reciproke mund t'ju bëjë të ndiheni më të sigurt ose më të sigurta. Kartat këshillojnë të vlerësoni njerëzit që ju qëndrojnë pranë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi Hierofanti, 4 monedhat, 7 kupat, drejtësia. Në dashuri, Hierofanti tregon se mund të mendoni më seriozisht për një marrëdhënie ose mund të mendoni për vlerat që dëshironi të ketë ajo marrëdhënie ose mund të ndjeni nevojën për stabilitet. Mund të flitet gjithashtu edhe për kushtim ose për një farë qartësie mbi drejtimin që po merr jeta juaj sentimentale. Por ju e dini që Hierofanti nënkupton gjithashtu edhe martesa. Më pas kemi 4 monedhat që tregon se mund të përpiqeni të ruani atë që është e rëndësishme për ju, por në disa raste unë do të thoja se mund të jetë e vështirë të shprehni plotësisht ndjenjat ose mund të jetë e vështirë të lini mënjan pasiguritë. 7 kupat tregon se mund të shfaqen dilema, mund të shfaqen opsione ose pritshmëri që kërkojnë të shihen me një qartësi të shënjestruar. Pra të mos delironi në iluzione, por të dalloni dëshirat nga mundësitë konkrete përpara se të merrni ndonjë vendim të caktuar. Narrativa mbyllet me drejtësinë, duke treguar se situatat priren të gjejnë një ekuilibër. Pra mund të merren vendime të rëndësishme ose të sqarohen çështje që mund të kenë mbetur pezull. Pra, me kartën e Hierofantit, ju reflektoni mbi vlerat tuaja dhe mbi atë që kërkoni vërtet në dashuri. Me 4 monedhat, ju përpiqeni të mbroni zemrën ose atë që ka rëndësi për ju. Me 7 kupat lindin dilema, tundime ose shumë zgjedhje, shumë opsione që ju turbullojnë ndoshta disi, sikur ju hutojnë. Dhe drejtësia në fund nënkupton se mund të merrni një vendim të matur ose mund të nënkuptoj gjithashtu se ju fitoni një farë qartësie. Për beqarët, kartat tregojnë se arrihet një farë konkluzioni për atë që kërkoni nga një person i caktuar dhe ndoshta filloni të vlerësoni edhe mundësitë që mund t'ju shfaqen. Kartat këshillojnë të mos lejoni që pasiguritë t'ju largojnë nga ajo që vlen. Kalojmë tek puna. Në punë kemi Asi i kupave, 6 shkopinjt, 10 monedhat, mbreti i shkopinjve. Në punë, javanis me asin e kupave, duke treguar një fillim premtues, një ide të re ose një mundësi që ju motivon. Mund të ndiheni më të përfshirë emocionalisht në atë që bëni ose të merrni ndonjë lajm shumë pozitiv. Me 6 shkopinjt, karta tregon se përpjekjet tuaja po vlerësohen ose mund të vlerësohen. Pra ju gjithashtu mund të merrni shumë vëmendje, të bini në sy dhe mund të fitoni edhe më shumë besim në aftësitë tuaja ose të ndjeni se po ecni në drejtimin e duhur. 10 monedhat sugjeron stabilitet financiar, shumë lek me pak fjalë. Dhe gjithashtu 10 monedhat nënkupton edhe mundësi për rezultate afatgjata. Java përfundon me mbretin e shkopinjve, duke treguar vendosmëri, vizion dhe aftësinë për të marrë drejtimin e situatave të ndryshme. Mund të ndiheni më të sigurt ose më të sigurta për të udhëhequr ndonjë projekt ose për të marrë përgjegjësi ose për të bërë hapa që mbështesin zhvillimin tuaj. Në fakt, unë kam edhe diçka tjetër që doja
do doja që ta shtoja për sferën e punës, sepse duke i parë kartat nuk mund ta anashkaloj edhe një stres tjetër, interpretimi ku për disa nga ju ambienti i punës ose një çështje ose ndonjë çështje profesionale mund të bëhet shkak për ndonjë njohje të re me asin e kupave dhe ose mund të lindë një ndjenjë ose një ndjesi afrimiteti emocional me dikë, që gjithashtu mund të ketë premisa të zhvillohet në mënyrë shumë pasionante. Pra me pak fjalë, disa nga ju do të ndjejnë flutura në bark në punë. Nejse, në tërësi, kartat tregojnë se do të ndiheni më të sigurt për drejtimin që po merr sfera juaj profesionale. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi, e thash këshillën? Jo, nuk e thash këshillën. Okej, kartat këshillojnë të besoni në aftësitë tuaja. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi lëvizja. Atëherë, lëvizja, duke parë gjithë panoramën, unë do të thoja se lëvizja nënkupton se përparimi vjen kur ju guxoni të ecni përpara dhe se ndryshimi ndonjëherë mund të jetë fillimi pozitiv i një rruge të re. Paç.